edhe njëra nga sankcionet që i kanë nxjerrë Zoti për botën tjetër është ai cili e posedon një njohuri, mirë po nuk reflekton pozitivitet me të, nuk e përhap atë dhe e keq përdor atë. E ka një dënim, do thotë, te Zoti. Nderuar, ne jemi të privilegjuar që i takojmë këtij komuniteti, këtij besimi. Jemi të privilegjuar për një arsye, sepse Islami fillim e mbarim është dije, mësim, studim, arsimim. Është fillimi i tij që pikërisht në Ramazan, fjalën e parë nuk e zbret beso, mirë po e zbret lexo, mëso, studio. Sepse besimi vjen si rezultat i leximit, mësimit, studimit. Pa mësim, pa lexim, pa studim, nuk ka përparim. Në moment kur neve të jemi të arsimuar dhe të kemi një bagazh intelektual, që jemi të lexuar dhe ju kemi ullë mësuesit përpara, pa dyshim se duhet vjen edhe edukimi. Për këtë arsye dhe në vendin tonë edhe çdo kohë kemi mësimi edukativo arsimor. Nuk ishte me pasë rëndësi absolutisht dija, nëse nuk kishme me jam vesh dijes edukatën. Ne kemi shumë njerëz të mençur, shumë intelektual, mirë po nuk japin mesazh edukativ. Islami krahas vlerës që ja jep për dijen, për konsumimin e saj, në të njëjtën kohë paralelisht i flet edhe për edukim. Sepse vetëm në atë formë neve mund ta japmi mesazhin më të mirë. Nuk ka nevojë vetëm të jemi të ditur, mirë po të përmbushur jemi atëherë kur kemi edhe edukat. Për këtë arsye, edhe njëra nga sankcionet që i kanë nxjerrë Zoti për botën tjetër është ai i cili e posedon një njohuri, mirë po nuk reflekton pozitivitet me të, nuk e përhap atë dhe e keq përdor atë. E ka një dënim, do thotë, te Zoti. Për këtë, edhe në këtë muaj të bekum të Ramazanit, neve duhet ta dimë që Zoti pist të shpalljes hynore nuk e ka bërë zemrën e profetit, mirë po e ka bërë mendjen. Zoti ju flet mendjes së njerëzve, arsyes, racios, i flet Zoti xhaleshanu e xhelalu. Në moment të këtill, Zoti dëshiron me pa një besimtar për plot të përgatitur, të përmbushur me një njohuri dhe të njëjtën kohë me një edukat të mirëfillt. Kur flet Zoti fjalën e parë, lexo, mëso, studio, ka ardhur në kohën më kritike, kur masa nuk e kishte as aspektin intelektual, mirë po as aspektin edukativ. E erdhë mesazhi pikërisht. Ishte mesazh i çuditshëm. Njerëzit kanë nevoja nga më të ndryshmet. Pse po flet për dije? Pse po flet për edukat? Mirë po realiteti qëndron se përmes dijes, arsimimit dhe edukimit i rregullon tër procesin jetësor. Dhe kështu veproi profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Pastaj ka lavdru shumë njerëzit e dijes. Jo vetëm që i ka lavdruan për së gjalli, mirë po i ka lavdru edhe për botën tjetër i ka lavdru. Për këtë nderuar, sot në këtë jetën tonë që po e bëjmë, mudhimsen shumë mudhimsen, fort mudhimsen njerëzit që kanë dhënë kontribut të madh në arsime, në edukimin e gjeneratave. Mirë po ata po ikin qetë, pa i njoft masa, pa u a thoni faleminderit, pa ju ngritën këmbë atyre dhe po marrmi edhe po e lexojmë jetën e tyre vetëm në ditën e varrimit, kur po flasin, do thot për veprat edhe për kontributin e tina. Për këtë, Islami e nderon dhe respekton të diturin, dijen dhe kërkon që neve të pajisemi me të,
në shumicën absolute të verseteve kuranore përfundojnë me shprehjen ja ulil albab, o ju të zotët e mendjes. Dhe neve, ndoshta edhe si popull, edhe si ummet, kemi shfrytzuar gjitha, vetëm aspektin intelektual, aspektin arsimor, ende do thot nuk e kemi shfrytzuar aq do thot sa dohet. Ne duhet jemi gomë shpëtuese për vete, për popullin dhe për ummetin, përmes dijes, përmes mësimit, përmes leximit.